Конкурсот за 155 вработувања во клиничката болница во Тетово се уште не е завршен, бидејќи имало жалби на второ ниво од други кандидати. Според директорот на болницата, дел од кандидатите се веќе примени на работа, додека останатите чекаат конечна одлука. Për konkursin që ne 55 të punësuar në Spitalin Klinik të Tetovës, ne vendimet i kemi dhënë, presim prej Komisionit të Shkallës dhe që të marrim edhe përfundimin e procedurave ligjore që të marrim edhe vendimet. Ashtu siç në dhjetor kemi dhënë 28 vendime pune për specializantët në Spitalin Klinik të Tetovës, të cilët tani ata e japin kontributin e tyre në këtë spital. Ditën e hënë kemi dhënë edhe për 10 punëtorë të tjerë medicinal në Spitalin Klinik të Tetovës, në të cilët ka pasur ankesa, por ankesat kanë qenë të pabaza. Според Елези и покрај жалбите, конкурсот нема да се повтори. Jo, nuk kemi konkurs të ri, e kemi konkursin e njëjtë. Na vazhdon konkursi i njëjtë, kështu që realizimi besoj se maksimumi deri një muaj do jesi krym për gjithçka. Пред неколку недели во Тетово беше и министерот за здравство Азир Алиу, кој изјави дека поради изборите имало процедурални одложувања. Sa i përket punësimeve, pra punësimet pjesa e parë mbaroi me sukses. E dini që për shkak të zgjedhjeve lokale unë dalën aty ku ishin në proces, pastaj vazhduam aty ku ngelëm. Drejtori me sukses mbaroi procedurën administrative dhe tani mjekët dhe motrat medicinale janë pjesë e infrastrukturës shëndetësore në Tetov. Procedura e dytë, hapja e thirrjes së dytë, gjithashtu është në proces. Според директорот, потребни се нови вработувања во болницата во Тетово и тие доставиле барање во годишниот план кој е одобрено. Тој додаде дека потребата за кадар е голема, бидејќи во последните 10 години во болницата во Тетово не се донесувале решенија за вработување.